Autizmi është spektër, do thotë edhe kur është spektër, atëherë është një laramani e simptomatologjisë brenda spektrit. E do me thonë tani, qëto në kuadër të spektrit, ju i grumbulloni simptomat edhe e vlerësoni, prej një shifre deri në çfarë shifre janë simptomat autistike. Çfarë shenjat të tjera përveç mungesës interaksionit social ka autizmi? Do thotë, përveç kësaj simptomatologjisë kryesore, mund të ketë edhe selektim të ushqimit, do thotë kanë tendenca të selektojnë ushqime, kanë hiperndjeshmëri në aspektin e senzomotorikës, do thotë hiperndjeshmëri në zhurma, po përveç zhurmave mund të kenë edhe hiperndjeshmëri në aspektin e teksturës, do thotë në veshmbathjeve, mund të kenë hiperndjeshmëri në aspektin e prekjes, do thotë nëse kanë për shembull ftaf, lag, bot, mund ta kenë një hiperndjeshmëri që lidhet, gjitha këto lidhen me senzomotorik. Do me thonë, këto simptoma mundën me qute një person, mundën me tregu që një person mundet me pasu se jo autizëm, por nëse për shembull unë i zgjidh ushqimet, jo domosdoshmërisht nuk kuptohet që kam autizëm apo. Po bashkëqohet edhe me simptomatologjinë tjetër. Do thotë nuk do të thotë vetëm një simptom ta jap ty ta jap simptomatologjinë ose diagnozën e saktë. Do thotë bashkëqohet edhe me simptomatologji tjetër. Përveç kësaj ka edhe simptome tjera.